pasi të kryet që kjo ceremonia e hapjes, ne I kemi ndo aktivitetet para dite dhe mas dite. Kështu që në më vonë do të hapim një ekspozit. Ekspozit e cila do të tregoj për realitetet e komuniteteve romashkalie egjiptian, jetesa e tyre. Edhe ka një autor apo disa? Do të ketë më shumë autor. Kështu që do të vendosen që kjo ekspozit ku qytetarët cilë do të vizitojnë një hapësirë e cila po ashtu do të jetë në Prishtinë, do të kenë mundësi thjesht me pas një farë opinioni mbi ato se ndër vite se janë ngrit komunitetet romashkalie egjiptiane edhe cila është gjendja e tyre në këto momente. Kështu që thjesht përmes pamjeve të cilat kanë me u paraqit, do të mundohemi që me përçu mesazhe sa më shumë drejt vizitorëve të cilët do të shohin ekspozita të tilla. Dita e parë përfundon me çdo dy aktivitete. Më pas do të vazhdojmë të nesërmen me një aktivitet tjetër I cili do të lidhet me trit, me studentat, me profesorat. Do thotë në hapësirën e Termokisit këtu në Prishtinë, do të kemi mundësinë të realizojmë debate, do të kemi mundësi të realizojmë slam poetry, do të thotë përmes debateve fillimisht do të kemi mundësinë që ne të promovojmë ose të diskutojmë mbi ato se cila është gjendja e komuniteteve romashkalie egjiptiane. Gjatë gjithë ditës. Po, do të filloj fillimisht në qendrën e resurseve e cila është në zyret tona, në Aktash, do të realizojmë debate, më pas debatet kanë me pas krejt qëllimin që thjesht studentët dhe profesorët me reflektu mbi ato se çka kanë prej anës e institucioneve, komunitetit romashkalie egjiptian, edhe sa po shfrytëzohen, edhe cilat janë ato arsyet pse nuk po shfrytëzohet, edhe si mundemi si profesora, studenta, aktivista, shoqërisë civile, ndoshta edhe institucione, për me reflektu mbi ato se çysh munden ata me I marrë ato të mira të cilat ekzistojnë. Më pas do të vazhdojmë në Termokjes ku do të organizojmë slam poetry. Slam poetry ka për qëllim që përmes poezisë na me tregu thjesht ato se qysh e shohin trit vetën në Kosovë. Do me thonë, jo vetëm si komunitete romashkalie egjiptian, për shkak se poezit nuk do të tregon vetëm prej komuniteteve, po thjesht një I ri ose një e re e cila jeton në Kosovë, do të tregoj pak a shumë se qysh e sheh ajo vetën, perspektive në Kosovë, po në të njëjtën kohë qysh I sheh dhe komunitetet me të cilët bashkëjeton çdo ditë, e të cilët në shumicën e rasteve nuk po e kanë hapësirën që edhe ata me tregu vetën. Do me thonë, me po pak a shumë se apo ka privilegje, ndoshta dikush ma shumë, ndoshta ma pak, edhe pse jo, kështu që do të ketë diskutime ose mesazhe përmes poezisë, ku do të ketë edhe muzikë, do të ketë edhe mesazhe të ndryshme të cilat do të paraqiten gjatë eventit. Do të jetë një aktivitet shumë interesant në të cilin munden me apliku gjithë rritë që kanë interesim me qenë. Kështu që nuk është aktivitet I mbyllur, do të jetë aktivitet në të cilin dikush që ka interesim mundet me paraqit një kërkesë tek ne, edhe më pas do të jetë I lirë që me marrë pjesë në këtë event. Do më thënë duhet një formalitet, një aplikim, jo që të vinë, po kalojmë andej, po ndalim të shë. Po, normalisht që ne dyrt do t'i kemi të hapur edhe për njerëzit të cilët thjesht janë t'u kaluar edhe e din që prej orës 7 me datën 24 qershor janë aneka hapësira e Termokisit, munden lirisht, nuk është që ne I kufizojmë njerëzit që me orë, për shkak se thjesht krejt që na duhet është me pasë ma shumë njerëz të cilët kanë me pas interesim mbi ato se çka po dojnë ana me trajtu gjatë festivalit tonë. Kështu që krejt ata që dojnë mo arktu, thjesht munden edhe me na kontaktu, për në të njëjtën kohë me u bashkangjit në aktivitetin cilën do të realizojmë, I cili do të jetë një event shumë interesant me tri edhe treja të cilët kanë një ide ndoshta më ndryshe edhe po dojnë me përçu këtë idenë tek shoqëria ose tek rrethi I cili ka me qenë aty.